Një urë me 3 harshe, 3 grupe kriminale që sillnin drogë të rënë nga Ekuadori dhe Turqia dhe që shiten perëndim. Pikë kalimi, Shqipëria. Pikë pastrimi parash, po Shqipëria. Personat e përfshirë, një seri emrash dhe nofkash, por që sipas Altin Dumanit përbënin grupin më të rrezikshëm kriminal në Shqipëri. Por na i tha Dumanit gjitha. Visi i pojës, për shembull, dhe lidhja e tij me mbiemrin Troplini nuk është thjesht biologjike, i lidh e shkura për bashkët kriminale, e lidh trafiku i drogës, por dhe lidhe me elementet tjerë kriminale që shkojnë larg deri te Vis Martinaj. Goditja ishte spektakolare, jo se thjesht 52 vetat e rrjetit ranë në rrjetën e 3 fishte Eurojust, SPAK dhe Dias italiane, por se ju sekuestruan miliona euro, 10 rasete dhe sigurisht dhe sasi të mëdha droge nga 1.8 tonët e ngarkesës së fundit kokainë dhe heroin. Pra goditi krimin aty ku i dhe më shumë, tek parat dhe pasurit. Jo më kohë sot ambasada amerikane rinjzori një postim të vjetër të saj që rikujtonte palët e interesuara se DEA amerikane vazhdonte të funksiononte edhe në Shqipëri, dhe se në numrin e saj të gjelbërt mund të vazhdojmë të denoncojmë fakte për trafikantët e drogës dhe veprimtari të palishme. Kjo thirrje e përsëritur pas operacionit Ura është një mbështetje ndaj vazhdimit të punës SPAK në luftën kundër krimit, por sigurisht është dhe sinjali i parë, i qartë dhe i pastër i mbështetjes ndaj prokurorisë së posaçme nga Shtetet e Bashkuara, pas fiks 4 muaj sheshtje totale nga ambasada amerikane e frikshme për sy dhe veshët tanë të mësuar me zërin e saj të qartë dhe periodik si dikush donat Petriti i parashikimit motit. Por dikush mund pyes, a lidhet kjo vetëm me operacionin Ura? Po sot, pas dite, SPAK vuri nën akuzë zyrtare Erion Veliajn, i cili gjendet në burg për një tjetër hetim. 3 ditë më herët, në një postim shqip dhe anglisht, Veliaj lëshoi një paralajmërim serioz, nuk dihet saktë ndaj kujt, se po mbaj pa të drejtë dhe po privoi nga detyra e tij si kryetar bashkie. Operacioni Ura duket se ka dhe 3 harshe me hije politike. Troplini është që emër i lidhur ngushtësisht me Ilir Metën dhe LSI-n pasi ka një prej bizneseve që ka mbështetur këtë parti në çdo fushat. Media zbuloi se një prej kokave të trafikantëve ishte vllai i bodyguardit kryesor të Sali Berishës. Në sfond të aksionit, një ngjarje tjetër u zhvillua për fat pa viktima nën pallatin e Evan Gjushdakos, po në Durrës. Dhe gjithçka vetëm 24 orë pasi u mbyll procesi i numërimit të votave për zgjedhjet politike të 11 majit. Rastësit janë aq të shumta, po aq sa mund quhen rastësi procedimet penale ndaj kandidatëve të PD-s, arrestimet ndaj njerëzve të PSD-s, si dhe sekuestrimet e celularëve të njerëzve të afërt të Tom Doshit dhe të disa aktivistëve zgjedhor socialist. Me sa duket SPAK po mbledh faturat e prapambetura të zgjedhjeve, por apo paralajmërohet kështu gjithashtu një vit i gjatë dhe i nxehtë. Për këtë do të flasim sonte. Sigla.